Një skandal i madh po ndodh në Policinë e Shtetit, ku njësia e përgjimeve vihet nën kontrollin e 2 personave që vështirë se i plotësojnë kriteret për të marrë certifikat sigurie CSP. Këto e bën Ilir Proda dhe kryeministri Rama që japin tenderin sekret Artan Xhorit dhe Ermal Xhaferit. Nuk e dim nëse këta të 2 persona kanë aplikuar në autoritetin kombëtar për sigurinë e informacionit të klasifikuar. Tenderi i përgjimeve. Drejtoria e Policisë së Shtetit ka zhvilluar një tender me negocim në Fushën e Mbrojtjes dhe të Sigurisë të klasifikuar në nivelin sekret. Urdhri i drejtorit Ilir Proda për këtë procedurë është lëshuar më 15 tetor 2025, por kontratat janë lidhur më 24 tetor 2025. Për këto 2 lote është ftuar kompania TBS 96 SHPK me pronar Artan Xhorin. Policia e Shtetit e bëri të ditur fituesin më 22 tetor 2025 dhe lidhi kontratën 2 ditë më vonë. Fondi limit për lotin 1 është 1.568.000 lek pa TVSH, ndërsa për lotin 3 5.800.000 lek pa TVSH. Sipas dokumenteve, vlera totale përfundimtare e kontratës është 8.826.000 lek me TVSH. Nga këto, loti i parë, shërbim suport teknik i njësisë së përgjimit ambiental, ka vlerën 1.878.000 lek me TVSH, ndërsa loti 3, shërbim suport teknik të pajisjeve, 6.948.000 lek me TVSH. E njëjta procedurë është ndjekur edhe për lotin 2 të këtij tenderi. Objekti i kontratës është suport teknik për DFPO në loti 2, shërbim suport teknik të pajisjeve. Fondi limit i caktuar për këto pajisje është 1.700.000 lek pa TVSH, ndërsa vlera totale përfundimtare e kontratës 2.028.000 lek me TVSH. Për këtë lot, përfitues është kompania Open Tech Consulting and Service SHPK me administrator Ermal Xhaferin, fushësh Artan Xhori. Prokuroria e posaçme SPAK ka regjistruar një dosje penale me numër 81 për të hetuar veprimtarinë e ish-ministres së shëndetësisë Ogerta Manastirliu. Për blerjet emergjente përmes procedurës sekrete në periudhën e pandemisë COVID-19, një çështje tjetër mjaft sensitive dhe me shumë interes për publikun, që u shman nga hetimi i SPAK, duke kaluar për kompetencë prokurorisë së Tiranës. Bëhet fjalë për një dosje penale të regjistruar me shumë urgjencë në SPAK në dhjetor 2020, ku në qendër të verifikimeve ishin anëtarët e 2 komisioneve të vlerësimit të ofertave, të ngritur nga Ogerta Manastirliu dhe sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Shëndetësisë gjatë kohës së pandemisë COVID-19. Qëllimi ishte blerja dhe vendosja e 54 respiratorëve me 2 modalitete dhe dyta ishte blerja e mirakiteve, ku këtë tender e ka fituar me negocim të drejt kompania OS Distrimet SHPK, e cila ka lidhur kontratë në 30 mars 2020. Kjo kontratë është miratuar me VKM numër 272, datë 3 prill 2020. Një nga këto kompani që u hetua fillimisht në SPAK dhe më pas hetimi u dërgua prokurorisë së Tiranës, ka shpallur fitues dhe kompaninë private TBS 96 SHPK. Kompania e themeluar në 21 prill 2006 administrohet nga biznesmeni Artan Xhori, i cili ka fituar tenderin me vlerë prej 760 milion lek të vjetra për furnizim dhe vendosje të 54 respiratorëve me 2 modalitete. Artan Xhori rezulton të jetë shpallur fitues dhe ka lidhur kontratën më 27 mars 2020, por siç rezultoi në vitin 2020 në vijim, ai nuk u hetua thuajse asnjë moment nga SPAK, por as nga prokuroria e Tiranës. Në hetimin e këtij rasti, SPAK ishte përpara një konflikti interesi, pasi Artan Xhori përmes kompanisë së tij TBS 96 SHPK rezulton të ketë krijuar monopolin e një tenderi shumë të rëndësishëm brenda prokurorisë së posaçme. Bëhet fjalë për një tender konfidencial që lidhet me shërbimin dhe mirëmbajtjen e aparaturave të qendrës së përgjimeve brenda SPAK. TBS 96 SHPK rezulton të ketë fituar 550 milion lek të vjetra nga kontrata konfidenciale e lidhur me prokurorinë e posaçme SPAK, me mirëmbajtjen e sistemit të përgjimit të kësaj prokurorie. Shuma prej 550 milion lek nga kompania Artan Xhorit është tërhequr përmes 8 transaksioneve bankare. Ndërkohë, prezenca ekonomike e kompanisë TBS 96 SHPK nga 18 janari 2023 në vijim ka hyrë edhe te drejtoria e forcës së posaçme operacionale, duke fituar 152 milion lek të vjetra për shërbimin suport dhe teknik të pajisjeve dhe aparaturave përgjuese punës së kësaj drejtorie të rëndësishme në Policinë e Shtetit. Me kontrata sekrete, Artan Xhori ka përfituar dhe nga akshi me firmën e drejtoreshës Mirinda Karçanaj. TBS 96 SHPK ka marrë kontrata me vlerë 11 milion euro nga akshi me pas një njoftim publik pa transparencë.
transparencë, pa publikim të dhënash apo drafte kontratash nëpërmes kontraktimeve të mbyllura pagar. Më herë Artan Xhori ka qenë i përfshirë në skandalet e tenderave të televizionit publik. Institucioni që paguhet nga gjithë familjet shqiptare ka zhvilluar vazhdimisht tendera pagar duke ngritur dyshimet për paracaktimin e fituesit. Në 2018 televizioni publik ka hapur një tender me vlerë mbi 700 milion lekë dhe fitues ka qenë firma TBS 96 e denoncuar në atë kohë nga kontrolli i lartë i shtetit se shumicën e tenderave pagar nga RTS. Në tender ka marrë pjesë dhe një firmë tjetër, por çuditërisht nuk ka dorëzuar vlerë financiare apo dokument shoqërues. Pra ka qenë ngaruese vetëm formalisht. Në datën 1 gusht 2018 në Agjencinë e Prokurorimit Publik u shpall fituesi i tenderit nga RTS. Në këtë dokument thuhet se njoftohet operatori teknik TBS 96 se është fituesi i tenderit me objekt vlerë pajisje për studiot e prodhimit për ndryshimin e teknologjisë së transmetimit nga SD në HD. Njoftojmë se ka qenë pjesëmarrës në procedurë 2 oferta me vlera përkatëse të ofruara si më poshtë. Një operatori ekonomik TBS 96 me ofertë 70 milionë 583 mijë lekë pa TVSH dhe 2 operatori ekonomik Muça nuk ka paraqitur ofertë ekonomike, thuhet në këtë dokument. Ndërkohë Xhori përmendet në një raport të KLSH-s për periudhën nga 2010 deri në gjysmën e parë të 2013-s, kur RTS zhvilloi 12 tendera për pajisje dhe kontrata shërbimi me vlerë të përgjithshme prej 168.2 milion lekësh. Sipas raportit, të gjithë tenderat u karakterizuan nga mosmbajtja e procedurave standarde të prokurorimit, pasi mungonin dokumentat kyç. 2 kompani TBS 96 dhe Eurocontact fituan shumicën e tenderave për pajisje televizive. Shpesh ato qenë kompanitë vetme konkurruese, thot KLSH. Sipas KLSH-s, në së pakur njëri prej tenderave TBS 96 duke se kishte njohuri paraprakës se ajo të zgjidhej si fituese. Në një tender më 2012, audituesit vëritën se një nga konkurrentët TBS 96 SHPK, që aq i sigurt se do ta fitonte tenderin, sa vendosi të sigurojë kontratën në të njëjtën ditë kur hapën ofertat. Pra, para se ato të vlerësoheshin, duke shkelur gjithashtu ligjin, vijon në tej raporti. Ndërkohë për tenderat në RTS ka folur dhe ish kryeministri Berisha. Në një status në Facebook ai shprehet se në prag të vitit të ri Edi Rama i bëri dhurat vetes duke ndarë parat me Bolinon. Bëjnë tenderin fiktiv për blerje dekoderash dhe jepet kompanisë që e kap tenderin me 99.99% të vlerës. Nga ana tjetër, KLSH ka gjetur se në RTS Xhori ka shitur pajisje të vjetra për të reja dhe kineze për europiane. Kompania Xhaferit me themelues kinez. Ermal Xhaferi e nisi biznesin në 2018 me 80.000 lekë të vjetra dhe sot e ka xhiron vjetore të kompanisë Open Tech Consulting and Service afro 2 miliard lekë. Në dykorik 2018, Ermal Xhaferi me origjinë nga Elbasani bleu kompaninë më sipërme nga Mare Glen Shyti me 8.000 lekë. Në momentin e blerjes, kompania e kishte xhiron 9.2 milion lekë. Vitin tjetër xhiro e OPES fishua, ndërsa në 2023 arriti afro 170 milion lekë të reja. Një dorë e padukshme ngriti lart kompaninë, po të kesh lidhjet e duhura politike bën biznes me norma të tilla. Një dorë i jep edhe ortaku kinez, ku në 2023 Ermal Xhaferi dhe biznesmeni kinez Dong Jisheng krijojnë kompaninë Red Construction. Kjo është një kompani import-eksporti. Nuk e dim nëse pajisjet e policisë së shtetit të suportuara nga Artan Xhori dhe Ermal Xhaferi vinë nga Kina. Nëse është kështu, kjo përbën një problem të madh për institucionet e sigurisë vendi antar të NATO-s.